Agjencia e vlerësimit Standard & Poor's njoftoi se ka rritur vlerësimin afatgjatë të kreditit sovran të Shqipërisë në valutë të huaj dhe vendase, në BB nga BB- me perspektivë të qëndrueshme. Ky vendim ka reflektuar performancën e fortë ekonomike dhe fiskale të vendit gjatë viteve të fundit, tha agjencia. Standard & Poor's konfirmoi vlerësimin e kreditit sovran afatshkurtër të Shqipërisë në valutë të huaj dhe vendase në nivelin B, ndërsa rishikoi vlerësimin e transferimit dhe konvertueshmërisë në BBB- nga BB+, sipas deklaratës së agjencisë. Në të theksohet se investimet e larta neto të huaja direkte, remitancat dhe rritja e shpejtë e eksporteve të shërbimeve mbështesin perspektivën e qëndrueshme ekonomike të Shqipërisë, pavarësisht tensioneve të larta gjeopolitike dhe pasigurive në prag të zgjedhjeve parlamentare të këtij viti. Standard & Poor's parashikon që rritja reale e PBB-s së Shqipërisë të mbetet mbi 3% deri në vitin 2028. E nxitur nga investimet dhe konsumi. Agjencia thekson se gjithsesi sfidat strukturore vazhdojnë, të tilla si tkurja e forcës së punës dhe emigracioni vazhdueshëm, ndërsa varësia e vendit nga turizmi dhe kërkesa e jashtme prej tregjeve kryesore të BE-s shton vulnerabilitetin ekonomik. Edhe rreziqet fiskale mbeten të pranishme për shkak të nivelit të lartë të borxhit në valutë të huaj, maturiteteve afatshkurtra të borxhit vendas dhe angazhimeve të konsiderueshme të partneriteteve publike private. Ndërkohë tensionet diplomatike me Greqinë mund të paraqisin sfida për përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, theksoi Agjencia Globale e Vlerësimit.